Tragjedia ajrore, rrëzohet një avion mallrash, 5 të vdekur. 5 persona vdiqën pasi një avion mallrash u rrëzua në jugperëndim të Mogadishu të dielën, ka konfirmuar autoriteti i aviacionit civil somalez. Aviacioni DC-5D Buffalo i operuar nga Trident Aviation Ltd u rrëzua afërsisht 24 km nga kryeqyteti somalez rreth orës 5:43 pasdite në orën lokale. Avioni me numër serik 109 dhe regjistrim 5YRBA ishte në rrugën për në aeroportin ndërkombëtar të Aden Abdule, nga Dhoblej kur ndodhi incidenti. Agjencitë qeveritare dhe reaguesit e urgjencës u vendosën menjëherë në vendin e përplasjes për operacione kërkimi dhe rikuperimi. Autoritetet ende nuk e kanë përcaktuar shkakun e rrëzimit. Mendimet tona janë me familjet dhe të dashurit e të prekurve, ka thënë në një deklarat autoriteti i aviacionit, duke shtuar se detajet të mëtejshme do të jepen ndërsa hetimet vazhdojnë.